armik të pluralizmit, armik të opozitës, duke shpallur atë regjimin e tij, një joint venture me krimin dhe drogën, si asnjë tjetër në Europë, duke shpallur atë si një rrezik të vërtet për demokracinë, lirinë dhe vlerat e saj. Miq, kjo dëmk, kjo vull që mori ai në Valencë, nuk e lëshon atë gjerë ditën e fundit jetës tij. Ndaj dhe mirëditorë, shqiptarë dhe shqiptarë, qëndroni në anën e drejtë të historisë. Ana e drejtë e historisë është ana e dignitetit njerëzor, ana e lirisë, ana e pluralizmit, ana e demokracisë, e shtetit ligjor. Pasaporte e tij europiane u hodh në kosht plerave, e diramen, e pret fati me Gonigalit. Socialist, mirëditor, shqiptar, të pa parti, çfarë do që jeni, ky program është për çdo shqiptar. Nuk është program për karrigën e Sali Berishës. Sali Berisha as lufton për pushtetin e tij në mënyrë absolute. Në këtë stad të jetësime nuk kam unë ambicie personale, as për pushtet, as për para, po e kam një ambicie të madhe shumë, të pashtershme. Ti shoh shqiptarët dhe njëherë, me besim të plot tek Shqipëria, ti shoh shqiptarët dhe njëherë, ti jetojnë me dignitet në këtë vend, ti shoh mirëditor, ti besojnë mirditës, ti shoh shqiptarë, ti besojnë Shqipërisë, roft mirdita, roft Shqipëria, fitore, jeni njisha, koha është e Zotit, e njishave, njishi është numri i Zotit, fitore, fitore, fitore. Dhe si duhet gjë, as Vlorës, as Shqipërisë, origjinë e tij, nuk ka rëndësi. Pra, ky njeri shkon sot në Shkodër, në të cilën ka investuar gjysmën e parave që ka vjedhur Tërmet Peçi me motrën e vet në Tepelen. Po, dhe u thot shkodranëve se kam investuar 1 miliard e 300 milion euro. Pra, beson tani se duke shpërndar rrena, do mund të bindë shqiptarët për imagjinar sukses të ti imagjinare. Jo, miq, çfarë bëri ai? Ai vërtet, jo, 1 minutë, ju lutem. Vërtet ndau para për rrugë, por e vërteta është se vodhi minimumi 90% të tyre. Isha dje në Vlorë, rruga Levan-Vlorë është rruga më e gjerë në territorin e Shqipërisë, 35 metra e gjerë. Ajo rrugë, miqtë e mi, që s'ka një të dytë në Shqipëri me atë gjërësi, ka kushtuar 2.400.000 euro kilometri. Dhe kushtoj kaq, se na dolën probleme me habitatin e shpendëve, dhe u detyruam të bëjmë ndryshime në projekt. Kurse ky zotëri, me rrugën, me 20 kilometra rrugë, ka 20 milion euro kilometrin. 31 milion euro rindërtimi i rrugës tek sheshi Shqiponja. 1 kilometër. 17 milion euro. Unaza. 1 kilometër në Unazën e Tiranës. Pra, çfarë bëri ky? Ky paratë rrogave tuaja, o punojës të administratës,
parat e pensioneve i kalojnë në rrugë për t'i vjedhur. Kjo është e vërteta. Ku i qoj tjetër parat? 130 milion euro. Djegësi Tiranës nuk ka një tull në themelet e ti. Nuk ka një tull. 120 milion euro. Ja mori Beketi, sepse nuk duron të kritikat e televizionit ti dhe e përzuri nga Shqipëria. 21 milion euro, avion dispozicion. 5 milion euro, kopshti e dedit që se kas mbreti Anglis, as prendori Japonis, as shtëpia e bardh, as kanceleria Gjermane, nuk e blen atë në borë, e bleu Edi Rama për sytë e ti. Miqtë e mi, atëherë, në atë mosikin, kur sofra nuk ka, prind një gjyshja detyrohen të thonë të rive, ikni, pa që fatin merë në rrugë të dheut, se këtu s'ta mjafton. Kjo është mënyra se si i përzuri shqiptarët e Edi Rama nga Shqipëria. Miqtë e mi, jo vetëm kaq, po këta kanë një pandjeshmëri absolute ndaj jush si qytetar. Sepse, hajde mirë, dëgjoni çfarë thonë. Nuk vdes kush urije këtu. Këtyre që e kanë jetuar socializmin, ju kujtohet që në atë kohë e përdorin njerëzit varfroshin gjithje më shumë dhe termin ngushëllues ishte se nuk vdes kush urije. E rikthyn atë term. Këtu nuk është puna të vdes kush urije, mor. Çfarë të thuash? Këtu është puna që duhet jetojnë normal njerëzit. Duhet jetojnë gjithje më mirë njerëzit. Duhet të kenë rahatin e tyre. Duhet të ndjenë të përfillur, të shpërblyer për punën dhe mundin që kanë bërë. Jo, nuk vdes kushurije këtu. Dhe se pensionistët jetojnë mirë. Po, jetojnë mirë, pa çka se ka zyrtar të lartë që merr 50 pensione. Si në asnjë vend të botës. Pra, asnjë ndjeshmëri. A e dini ju miq, se çdo shqiptar në mesatare në fjala këtu, paguën 4 fishin për kujdesin shtetësor më shumë se për kafshatën e gojës. Bukën pa ushqimet tjera, kam fjalën. Shqiptarët për bukën në vit shpenzojnë në total 220 milion euro. Shqiptarët për kujdesin e tyre shtetësor që e premtoi falas Edi Rama shpenzojnë 820 milion euro. Shpenzojnë dhe çfarë shpenzojnë? Shpenzojnë duke bërë ilaçet e Vilmanushit. I vampir e vërtet, e cila ndan fitimet me Edi Ramën. Dhe të tjerët në spitale të smundjeve të rënda mbeten pa ilaçe në kthetrat e smundjes. Një shtet turprohet, një shoqëri skuqet që lejon vëllezrit, motrat e veta të pamjekur. Se bën një shqiptar kurte, e bën Edi Rama, e bën ata që vjedhin shqiptarët, dhe ata që vjedhin shqiptarët, ata ju urrejnë shqiptarët. Miq, ndaj dhe ne sjellim para shqiptarëve programin e Shqipërisë madhështore. Nuk është një slogan. Ky program nuk është një slogan. Ky program është një mision. Një mision për të nxjerrë çdo shqiptar brenda 100 ditëve nga varfëria ekstreme.
Ky program është një mision për t'i dhënë çdo shqiptari një mundësi të re, për të ngritur mirëditën dhe Shqipërinë në madhështinë e vet, në madhështinë e shpirtit mirëditorëve, në madhështinë e shpirtit shqiptarëve. Mirëdita një rreth me pasuritë të jashtëzakonshme, me minerale, me ujëra, me çdo gjë, dhe braktiset nga bijtë dhe bijat e saj, sepse ato trajtohen sikur të ishte një regjim kolonial nga ky pushtet. Jo, miq, merr fund. Unë jam këtu për të zotuar para jush, se parat e taksave tuaja më së pari do vinë tek ju, do u kthehen ju. Jo vetëm kaq, jo vetëm pensioni minimal 200 euro dhe minimum jetik, nga I cili përfitojnë 560.000 pensionistë të cilët I kanë pensionet jo të plota, ndër 172 euro. Po do përfitojnë të gjithë të papunë, do përfitojnë të gjithë qytetarët në ndihmë ekonomike, fëmijët me një prind, studentët me bursë. Karta e konsumatorit do t'u jepet të gjithë rrogullëve dhe s'do ketë rrogë më tulë se 500 euro në Shqipëri. S'do ketë rrogë mesatare në 1250 euro. S'do ketë mësues me rrogë në 1500 euro. Me kartë e konsumatorit, rrogullët dhe pensionistët do të blenë 20% më lirë të gjitha gjërat bazë. Do u kthehen 450 euro në vit për mesatarisht për blerjet e tyre. Energjia do shitet për konsumator familjar me 7 lekë. Tarifat e ujit do përgjysmohen. Miqtë e mi, nafta, çmimi I lartë I cilës paguhet nga çdo qytetar, nga ata që kanë makina dhe që s'kan makina, do zbresi. Do zbresi në çmimin në cilin shitet në Maqedoni dhe në Kosovë. Fermerët e Mirditës do kenë 5 herë më shumë subvencione se sot. Miq, kur I ndau paret ky 8 miliard në kryet këtij viti, la gjithsejt për 760.000 pensionistë 16 milion. Për 350.000 pensionistë, Albin Kurti vendosi 100 milion. Kur I tham ne, të votojmë minimum jetik, jo, pensioni minimal 200 euro, jo, tha, kjo na hedh humner, po çfarë humner hedh ajo mor? Cila humner? Këta janë të pa shpirt dhe kanë humur çdo lloj logjike. Sala për fermerët, 32 milion euro për 380.000 fermerë. Fermerin Kosovë, për 1 hektar grun, merr për sipërfaqen e mbjell 500 euro. Për pleun kimik që I hedh 100 euro. Për naftën 50 euro. Merr 1050 euro për 35 kuntal prodhim. Merr 6-7 herë më shumë se fermeri në Mirditën në Shqipëri. Po si u del atyre? Po u del atyre sigurisht. Para taksash ja u kthejnë qytetarëve, kurse këta parat e taksave I vjedhin për vete, I shtrojnë në parajs për vete. S'ka diskutim. Pra, garantoj fermerët
se nga 30 subvencionet për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti të mbashtruar, për çdo njësi prodhimi, do të jenë 230 milion euro. Përveç kësaj, fermerët do të kenë kredi të buta me interesat mbuluara nga qeveria. 70 milion euro do investohen çdo vit në kullim, vaditje dhe mbrojtje e tokës. Ballkani hapur në koshën e plerave. E pyeste gazetari, po pse ne, i thoshte, të pim qumsht plur serb? Po ndodh, thoshte, kjo nuk ka ndonjë, e quan të një gjë krejt normale. Në vitin 2013 ne eksportonim qumsht. Dhe prap do eksportojmë. Made in Albania. Është qëllimi ynë. Minjerat e Mirdicë. Do bëhet çdo gjë që t'jenë qytetarët e Mirdicës të përfitojnë të partë. Me rentën dhe të gjitha tjerat. Bizneset. Taksa 10%. Me ulta në Europë. Energjia 6 lek nga 18 sot. Suksesi biznesit është qëllim madhor i yni. Suksesi biznesit është punësim, është rritje rrogash.